24 qershori shënon ditën e egjiptianëve të Ballkanit, një ditë në të cilën apelohet për t'i thënë stop racizmit ndaj këtij komuniteti. Në këtë kuadër, në qytetin e Korçës, është mbajtur një takim ku u diskutua mbi sfidat e kësaj pakice në shoqëri. To sfida që normalisht kanë qenë dhe janë vazhdojnë të mbeten, megjithëse punës së madhe që është bërë nga të gjitha institucionet, qoftë lokale apo qeveritare qendrore, për integrimin, përfshirjen jo përjashtimit social të komunitetit egjiptian, mund të themi që ka mbetur akoma për të bërë në këtë kuadër dhe ne sot mesazhi që unë dua të përcjell me të gjithë aktorët që do të bëhemi bashkë është për të qenë së bashku dhe për të bashkëpunuar ngushtë me njëri tjetrin, sepse vetëm së bashku ne do arrijmë që të kemi një integrim sa më të plotë të komunitetit egjiptian. Një shembull pozitiv i integrimit të tyre në shoqëri dhe arritje profesionale vjen nga specialistja e komisionerit për mbrojtjen nga diskriminimi në Korçë, Etleva Tare. Sot në këtë ditë unë ju bëj një mesazh të gjithë përfaqësuesve dhe të gjithë banorëve të komunitetit ku unë bëj pjesë, që duke luftuar, duke u përpjekur, mund të harrijmë dhe të integrohemi atje ku duam ne. I jap shembullin tim personal. Kjo ditë vjen si një apel për ngritjen e vetdijes për të drejtën e komunitetit egjiptian, nxitjen e tolerancës dhe diversitetit kulturor, si dhe vlerësimin e trashëgimisë dhe historisë së tyre të veçantë.